Të paktën 100.000 njerëz kanë protestuar dje në Tel Aviv kundër kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, duke dënuar luftën e tij në Gaza dhe duke kërkuar kthimin e pengjeve të mbetura në shtëpi. Shumica e protestuesve valvisnin flamët Izraelit dhe akuzonin Netanyahun për shkatërimin e institucioneve, ndërsa grupi anti-gjenocid që përfshihej në protest akuzonte ushtrinë izraelite për krime lufte. Në pankarta shkruhej "Ndalo masakrën" në anglisht dhe në gjuhën hebreje, ndërsa grupi brohoriste "Siguria nuk arrihet me bombardimin e spitaleve". Protestuesit kërkonin gjithashtu rikthimin e krehut të shkarkuar të sigurisë Ronen Barov, me të cilin Netanyahu akuzohet se po fshet të vërtetën mbi realizimin e sulmit të 7 tetorit të vitit 2023, që Hamas arriti të realizojë brenda Izraelit. Kritikët thonë se qeveria izraelite ka nxitur ose toleruar vrasjen e qindra e qytetarëve të saj për të krijuar pretekstin e nisjes së luftës së përgjithshme. Armiku më i madh i Izraelit është Benjamin Netanyahu, tha një 63 vjeçar protestues. Ushtria izraelite ka vrarë rreth 50.000 palestinezë gjatë fushatës brutale në Gaza dhe ka rrafshuar qytete të tëra me bombardime dhe eksploziv, ndërsa pas tërheqjes fillestare u zbuluan varre masive të palestinezëve të vrarë në spitalet Nasser al-Shifa në Gaza.